Do të flasim për një produkt që e përdorim në çdo gjellë, po që kështu nuk e dojmë shumë për shkak të aromës, ndoshta ose të paktënon është qepa. Po. Që ka veti ushqyese të shumta. Është antibiotik natyral, edhe është një ndër perimet kryesisht që starton prej pranverës edhe qep normal kemi krejt vitin. Qëllimisht i kemi rendit edhe këto se në bazë edhe periudhe se qysh bohen, qysh piqen. Për shkak qepa e re, përmbahen sasi të lartë të antioksidantëve dhe përmbahen vitamin C dhe kjo është arsyeja edhe gjithashtu edhe sufur që i ndihmon për me rujt prej kontaminimeve dhe normal i ndihmon me rrit komplet këto përbërës, i ndihmon me rrit veprimin antibiotik që ka. Edhe po më dhej bohet në pranverë për arsye të pas parasysh se që so herë thamë që imuniteti në pranverë është pak ma i dopt edhe normal që natyra na i ofron ushqimet, produktet që na vijnë për me mbështet imunitetin këtë periudhë. Po. Të qepa e re kur jemi, a i ka këto veti që i përmende komplet edhe fletët e gjelbërta dhe koka, se që themi na kep me kry, apo është fjalla vetëm për pjesën e kokës e qepës? Pjesa e gjelbërt kryesisht përmban klorofil, përveç që përmban edhe fibra dhe ajo duhet më shfrytzu, po duhet me pas parasysh mënyrën e pastrimit, për shkak që edhe brenda mund me pas krimba ose duhet mu pastru mirë, duhet mu qaj, edhe mu pastru mirë, është e përshtatshme për shembull me përgadit me shtu ngjella, në supa, me hangër me kryp? Po, mund bën me hangër edhe si në formë po, salatës për shkak me shtu të salatat ose me bo edhe si salat vetë. Për shkak të klorofilit që përmbajnë pjesa e gjethë, edhe normal përmbajnë fibra edhe është mirë më shfrytzu komplet. Vetëm nëse është ashtu pak ma e verdhë ose ka fillu ose mu kalb ose mu tha, ka qëndru në ujë ose në temperaturat larta, ajo pjesë largohet, ndërsa pjesa që është freskët kërceli mund të mu shfrytzu.